Në teatrin e luftës së parë ballkanike, më së shumti historiografia shqiptare është fokusuar tek rrethimi dhe mbrojtja e Shkodrës nga ushtritë malazeze dhe serbe. Një histori e përgjakshme që shkaktoi vrasjen e rreth 10.000 ushtarëve dhe civilëve dhe që zgjati gati 6 muaj deri në datën 23 prill 1913, kur qyteti u dorëzua. E njëjta ngjarje është preferuar nga historianët edhe për shkak të episodeve dramatike, siç ishte vrasja e komandantit Osman të Shkodrës, Hasan Riza Pasha, përqasja enigmatike e Esat Pash Toptanit e të tjera. Ndërkohë, betejë për mbrojtjen e vilajetit të Janinës nga sulmi i ushtrisë greke, i nisur në 21 tetor 1912 dhe i shtrirë në 6 muaj deri më 6 mars 1913, si dhe realitetet e reja që diktoi rënja e pushtetit të Osmanëve, kanë mbetur në errësirë. Përrjedhoi, të dhënat që shqiptarët kanë për këtë ngjarje janë sipërfaqësore dhe në shumicën e rasteve krejtësisht të gabuara. Duhet theksuar se Janina ishte një kompozim gjeografik i mbushur përplot me histori shqiptare. Sigurisht, më e njohura është periudha e Pashallëkut të Janinës, që u themelua dhe sundua nga shqiptari Ali Pash Tepelena më tepër se 3 dekada, nga viti 1788 deri më 1822. Kohra kur udhëtarët e huaj, përfshirë historianët, nisën ta quanin Janinën si kryeqytet i Shqipërisë. Mbërritur në fund shekullin e 19, censusi i kryer nga Perandoria Osmane në vitin 1897 thotë se vilajeti i Janinës populloi nga rreth 595.000 njerëz, nga të cilët 255.000 ishin musliman dhe 331.000 grek. Por këto statistika paraqesin vetëm ndarjen religjioze, pasi nën epitetimin grek janë përfshirë edhe shqiptarët ortodoks. Ndërkohë, burimet të tjera sjellin raporte më pranë së vërtetës. Përgjithsisht, studiuesit europian pohojnë dominimin e popullsisë shqiptare, ndërkohë që studiuesit grek pretendojnë të kundërtën. Kështu, sipas 2 studiuesve të njohur armen, Aram Andonjan, gazetar, dhe Zavren Biberian, shkrimtar, në vitin 1908 popullsia totale e vilajetit të Janinës ishte 648.000, nga të cilët 315.000 ishin shqiptar musliman dhe ortodoks, ndërkohë që grek dhe arumun kishte rreth 180.000. Sipas historianit dhe orientalistit skocez Sir Hamilton Gibb, në vitin 1895, vilajeti i Janinës kishte 224.000 musliman, ndërkohë që popullsia ortodokse përbëhej nga 118.000 grek dhe 129.500 shqiptar. Dokumentari në vijim mundohet të sjellë për herë të parë një panoram të afërt të ngjarjeve që një shekull më parë vendosën fatin e Janinës shqiptare. Punimi është mbështetur kryesisht në të dhënat që historiani turk Yüksel Nizamoglu, pedagog në Universitetin Turgut Özal, ka përfshirë në librin me titull Vehip Pasha, nga heroizmi në mërgim. Vehip Pasha, të cilit i është kushtuar libri, është pikërisht komandanti otoman që mbrojti Janinën. I njohur edhe me emrin Mehmet Vehip Kaçi, ai ishte një ushtarak karriere me origjinë shqiptare, i lindur në Janin dhe laureuar në vitin 1899 në shkollën perandorake të inxhinierisë ushtarake në Stamboll. Vehip Pasha ishte njëkohësisht i biri i ish-kryetarit të Bashkisë së Janinës, Mehmet Esat Bulkat, dhe njëkohësisht vëllai biologjik i Esat Pashës, me të cilin do të ndanin barën e rrethimit të Janinës. Vehip Beu emërua komandanti i zonës së fortifikuar të Janinës më 12 gusht 1912, duke qenë në dijeni të ofensivës së pritshme greke. Fillimisht ai interesohet vetëm për fortifikimet. Qyteti i Janinës ishte përcaktuar si vendi më i përshtatshëm për të qenë baza e mbrojtjes së rajonit të Epirit ndaj grekëve në aspektin e operacioneve dhe logjistikës.
ndërsa zemra e linjave mbrojtëse do të ishte fortesa otomane e Bizanit, që lartohej në një kodër të zhveshur në jug të Janinës. Punimet për fortifikimin e zonës së Janinës kishin nisur herët dhe drejtoheshin nga feldmarshalli prusian von der Goltz. Gjermani shihej si të ishte zoti në tokë për ndërtimin e fortifikimeve. Teoritë e tij studioheshin në shkollat ushtarake të Gjermanisë dhe sigurisht edhe të perandorisë osmane. Studentët e trajnuar prej tij quheshin Generata Goltz. Pas ndërtimit të fortifikimeve, sidomos të fortesës së Bizanit, një pjesë të cilave i kanë mbijetuar kohës, strategu gjerman kishte shprehur bindjen se grekët nuk do të kenë asnjë sukses me sulm të drejtë për drejtë, kështu që ata do të përdorin si mjet të fundit ndërprerjen e komunikimit të Janinës me rrethinat, duke detyruar qytetin të dorëzohet. Sulmi grek për marrjen e vilajetit të Janinës nisi nga jugu, saktësisht nga qyteti kufitar i Artës. Sipas historianit turk Yüksel Nizamolu, për herë të parë kufiri midis perandorisë osmane dhe mbretërisë së Greqisë u thye pikërisht në urën e Artës, që përfaqësonte një ndërtim inxhinierik osman të shekullit të 17, që fatmirësisht ka mbijetuar. Më 19 tetor 1912, në dritën e parë të diellit të mëngjesit, forcat greke të ushtrisë së Epirit filluan të zënë pozicionet e para. Pasi komandanti i ushtrisë së Epirit dha urdhrin për të kaluar kufirin, me mbështetjen e artillerisë dhe zjarrit të mitralozëve, grekët kaluan urën e Artës dhe filluan të pozicionoheshin në vende të përshtatshme. Forcat e tjera greke arritën të kalonin urën nën mbrojtjen e tyre. Postat kufitare në bregdetin e Artës nuk mundën të rezistonin sulmit të forcave greke dhe u tërhoqën. Forcat e artillerisë turke i vun grekët brenda rrezes së zjarrit, duke i detyruar kundërshtarët të hapeshin në veri. Zjarri i ndërsjellët i artillerisë vazhdoi deri në Muzg. Rreth një javë më pas, Esat Pasha, duke përdorur një pjesë të mirë të forcave të tij, të përbëra pothuaj tërësisht nga shqiptar, tentoi të rifitonte pozicionet e humbura në Art, por sulmi rezultoi pa ndonjë efekt, pasi ushtria e rregullt greke gjatë gjithë kohës kishte ndihmën e banditëve grek, që në këtë periudhë shfaqen si një forcë domethënëse në teatrin e luftimeve. Gjithsesi, Esat Pasha arrin të rimarrë disa pozicione të rëndësishme përmbi qytetin e Artës, duke i ngritur moralin dhe dhënë një shkëndij shprehse korpusit të Janinës. Më 23 tetor 1912, Esat Pasha nisi një sulm drejt krishtave të Komçiadis dhe Gribovës me disa batalione redifësh dhe brigadën e 23 të rregullt. Qëllimi ishte të detyroheshin forcat greke të tërhiqeshin drejt Artës nëpërmjet Gribovës. Sulmi, i cili filloi në mëngjes, i vuri grekët në pozita tepër të vështira. Pas dite, ata nisën të tërhiqeshin duke braktisur zotërimet më të rëndësishme që mbanin. Në fakt, komandanti i repartit grek humbi edhe kontaktin me trupat e tij. Por forcat otomane nuk mundën të mbajnë pozicionet e avancuara në afërsitë të qytetit të Artës. Në luftime e sipër, duke menduar se ishin të rrethuar, osmanët nisën të shpërbëheshin dhe të rriqeshin në mënyrë të paorganizuar. I gjithë faji u hodh forcave të parregullta shqiptare, të përshkruara si të padisiplinuara dhe me tendencë dezertimi masiv. Kjo e detyron Esat Pashën që të mbajë para tyre një fjalim me tone të ashpra dhe akuzuese. Pasi mlodhi trupat e shpërndara dhe i la të pushonin, Esat Pasha vendosi të shtyhej përpara dhe të godiste grekët, të cilët më 28 tetor 1912 kishin hyrë në qytetin e Lorosit. Për këtë qëllim, ai u përpoq të motivonte sërish trupat shqiptare, duke u mbajtur një fjalim. Në fjalimin e tij, ai tha: "Ushtar, miq, ju jeni shqiptar, edhe unë jam shqiptar nga Janina, por që nga dita e djeshme më vjen turp të them se jam shqiptar. Ju ikët si çakej të përzën nga ca grek dembel dhe frikacak, të cilët 14 vjet më parë i zbythët deri në Athinë. O shqiptar të guximshëm, çfarë ju ndodhi? Përse tani nuk po e mbroni atë dheun tuaj, Janinën? Çfarë do të thot bota për atë që po bëni? Tani do t'ju vinë përforcime dhe ne do të ecim përsëri përpara. Kjo tërheqje u bë për arsye strategjike." Në vijim, ushtria greke sulmoi Kalan e Prevezës
të mbrojtur vetëm nga 500 ushtarë osman dhe arriti ta merrte pa vështirësi. Sipas historianit turk, pushtimi i Prevezës ishte pjesë e strategjisë greke për të pamundsuar suportin detar për Janinën. Qëllimi tjetër i grekëve ishte të parandalonin furnizimin e Janinës me ushqime dhe municione nga Austria dhe Italia. Për këtë qëllim, ata bllokuan të gjithë vijën bregdetare nga Saranda, që konsiderohej si porti i Janinës, deri në Prevez. Bllokada u zgjerua më pas në brigjet e Durrësit dhe Vlorës. Duke pushtuar Prevezën, grekët fituan mundësinë për të mbështetur përparimin e tyre në rajonin e Epirit përmes detit. Pas pushtimit të Prevezës, grekët nisën të përparonin drejt Janinës edhe me mbështetjen e një njësie ushtarakësh të huaj të quajtur vullnetarët Garibaldi, që drejtohej nga generali italian Ricciotti Garibaldi. Ricciotti ishte djali i katërt i Giuseppe Garibaldit, heroi të kombit italian që kontribuoi në bashkimin e vendit dhe krijimin e mbretërisë. Sipas një informacioni që i mbërriti Esat Pashës në këtë kohë, vullnetarët Garibaldi përbënin një forcë të konsiderueshme për rreth 4.000 njerëzish. Rreth 3.000 prej tyre ishin italian, ndërsa rreth 1.000 ishin grek. Më vonë, kësaj njësie të rregullt ushtarake do i bashkoheshin edhe vullnetar britanik, francez dhe rus. Më 3 dhjetor 1912, mes shteteve të Ballkanit dhe perandorisë osmane, u arrit të firmosej një armpushim, por grekët nuk u përfshin vetëm për shkakun se marrjen e Janinës e kishin qëllim të patjetërsueshëm. Ndërkohë, problemi më i madh që po hasnin vëllezërit Esat Pasha dhe Vehib Beu në Janinën e rrethuar nuk ishte sulmi grek, por dezertimet, sidomos të ushtarëve shqiptar. Përkundër logjikës, shpallja e pavarësisë së Shqipërisë më 28 nëntor 1912, në vend që të rriste moralin e ushtarëve shqiptar që mbronin Janinën, bëri të kundërtën, rriti numrin e ushtarëve që dezertonin. Por më keq akoma, një telegram që kreu i qeverisë së përkohshme shqiptare në Vlorë, Ismail Kemal Beu, i dërgoi portës së lartë, më 4 dhjetor 1912, me anën e të cilit njoftonte krijimin e shtetit të pavarur shqiptar, linte të kuptohej se përjashtohej bashkëpunimin në mbrojtjen e Janinës dhe Shkodrës. Historiani turk Yüksel Nizamolu e ka përfshirë në librin e tij pjesën më domethënëse të këtij telegrami. Krahinat e Shkodrës dhe Janinës, të cilat gjithmonë kanë ndihmuar qeverinë osmane, kanë vendosur të veprojnë në mënyrë të pavarur për të ruajtur themelet e të drejtave të tyre kombëtare. Në të njëjtën kohë, po sipas librit të historianit turk, në mes trupave osmane të rrethuara në Janin, u përhapën fjalë se qeveria greke dhe qeveria e përkohshme shqiptare kishin rënë dakord që Janina t'u dorëzohej grekëve në këmbim të një shume prej 1,5 milion frangash. Bazuar në dokumentet e arkivës ushtarake turke, pikërisht shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe thashëthemet e shitjes së Janinës bën që rreth 10.000 ushtarë, kryesisht me origjinë shqiptare, të dezertonin. Ky zhvillim uli numrin e ushtarëve osman të rrethuar në Janin gati me 1/3, pasi totali i forcave mbrojtëse osmane sipas të dhënave zyrtare nuk ishte më tepër se 35.000. I gjendur në një situatë të vështirë, Vehib Beu urdhëroi masa ekstreme ndaj dezertorëve. Për ata nuk do të kurseheshin plumbat. Ata që braktisin detyrat e tyre nga frika e vdekjes, do bësojnë forcën e kështjellës. Njerëz të tillë do të ekzekutohen si dezertor në vijin e parë. Unë urdhëroj çdo oficer, pavarësisht gradës, të qellojë ata që ikin në situata delikate dhe të vështira. Në emër të mbrojtjes legjitime, për sigurinë e atdheut ton dhe nderin ushtarak, të qellojnë madje edhe kur llogoret tona të jenë shkatëruar plotësisht nga armiku. Komandanti i Kalas, Vehib Beu, nisi të mbaj fjalime të përditshme para ushtarëve shqiptar, duke tentuar t'i verë në sedër. Sigurisht që i gjithë qëllimi ishte frenimi i dezertimeve masive. Shqiptar, me çfarë fytyre dhe çfarë të drejte do të kthehemi në shtëpitë tona? Me çfarë fytyre do të jemi në gjendje të themi grave dhe fëmijëve tanë se jemi burra? Shqiptar, çfarë po ndodh me ju? E gjithë bota e njeh dhe flet për guximin, heroizmin, vetmohimin dhe trimërinë tuaj burrërore. Tani çfarë do të thonë për gjithë këtë situatë? Si do të dukeni para të parëve tuaj? Me çfarë fytyre do të shfaqeni? Shqiptar,
bashkëdhetarët e mi, ose le të ruajmë nderin e Shqipërisë, lavdin dhe pavarësinë e atdheut ton, ose le të vdesim të gjithë. Më 11 dhjetor 1912, osmanët humbën edhe një tjetër qendër të fortifikuar në fshatin Pesta, rreth 25 kilometra në jug të Janinës. Forcat greke drejtoheshin nga komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Epirit, generali Konstantinos Sapunzakis. Pas humbjes së pozicioneve në fshatin Pesta, korpusi ushtarak osman, që drejtohej nga Vehib Beu dhe Esad Pasha, u detyrua të mblidhej rreth Janinës. Gjatë operacioneve për marrjen e Janinës, forcat greke përdorën një flotë të vogël prej 6 avionësh, që përbëheshin kryesisht nga biplan Maurice Farman MF-7 të prodhimit francez. Në këtë periudhë, misionet e fluturimit në frontin e Epirit ishin kryesisht misione zbulimi pas vijave të armikut. Në disa raste ata drejtonin zjarrin e artillerisë, duke u hedhur mesazhet koduara forcave greke, dhe në disa raste të tjera, avionët u përdorën për të hedhur bomba. Duhet pohuar se në këtë periudhë fillese, përdorimi i avionëve në luftime, qoftë për zbulim apo fotografim të strukturave mbrojtëse, qoftë për bombardim, nisi të shkaktonte panik tek kundërshtarët. Por, me gjithë një konfuzion momental, trupat osmane ngritën pushkët dhe mitralozët dhe nisën të qëllonin në drejtim të avionëve grek. Dikur, zjarri i osmanëve goditi një nga avionët, pikërisht atë që drejtohej nga Nikolaj Stavrovich Sakov, një pilot rus me origjinë greke. Biplani i Sakov u godit teksa fluturonte përmbi fortesën e Bizanit, ku sapo kishte lëshuar 2 bomba. Një ngjarje që shëroi rastin e parë në historinë botërore të një avioni të goditur dhe rrëzuar në luftime. Gjithsesi, piloti rus arriti ta ulte të padëmtuar avionin e tij pranë Prevezës, ku me ndihmën e banorëve vendas e riparoi dhe rinisi fluturimin për të kthyer në bazë. Gjatë muajit dhjetor, rrethimi grek i Janinës pothuaj u mbyll dhe luftimet nisën të ishin gati frontale, të ashpra dhe me shumë humbje në të dyja palët. Me kalimin e ditëve, drejtuesit e ushtrisë osmane konstatuan se po u mbaroheshin predhat e topave. Për secilin nga topat malor, kishin mbetur nga 70 predha, ndërsa për topat fushor nga 220 predha. Për këtë arsye, komanda urdhëroi përdorimin me ekonomi të tyre. Problemet vijuan edhe me furnizimin e ushtrisë me bukë, ndërkohë që dezertimet u shtuan. Realiteti i shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë vijoi të ndikonte tek ushtarët dhe trupat e parregullta shqiptare. Gjatë muajit dhjetor 1912, në një ditë të vetme, dezertuan 2033 ushtarë të parregullt shqiptar të batalionit të Janinës, të cilët u larguan së bashku me armatimin përkatës. Në këtë pikë, historiani turk ka përfshirë edhe një debat mes një beu shqiptar dhe Mustafa Fevzi Çakmak Pashës, komandanti të divizionit të 21 osman, që më pas do të zgjidhej edhe kryeministri i Turqisë. Fevzi Çakmak Pasha i thotë se shqiptarët duhet të shpëtonin nderin e tyre, duke luftuar në krah të osmanëve, ndërsa beu shqiptar i përgjigjet: Evropa i ka siguruar kufijt tanë dhe nuk kemi shumë gjak për të derdhur. Në fund të dhjetorit 1912, e bllokuar në afërsi të mureve të Janinës, komanda greke e Epirit kërkoi përforcime dhe këto ju dhanë. Ministria greke e mbrojtjes, me qëllim që të forconte moralin e ushtarëve, dërgoi artilleri të rëndë si dhe divizionin e 6 grek, që numëronte 7500 ushtarë dhe oficerë, ndërkohë 4500 ushtarë të tjerë grek erdhën nga ishulli Kios. Në të njëjtën periudhë, ushtria osmane në Janin tkurrej nga dezertimet dhe vuante mungesën e furnizimeve. Ushtarëve mund të jepeshin vetëm 260 gram bukë misri në ditë. Edhe kuajt filluan të ngordhnin nga mungesa e ushqimit, nga 10 deri në 20 çdo ditë. Meqense bregdeti i Adriatikut ishte nën bllokadën e marinës greke, nuk kishte ndonjë mundësi tjetër për furnizim me municione. Pushkët dhe plumbat po paksoheshin dita ditës. Kjo është një tabel që paraqet statistikat njerëzore të korpusit osman të Janinës deri në janar të vitit 1913. Siç shihet, forcat ushtarake turke janë zvogëluar nga 35.000 që ishin në më pak se 20.000.
ndërkohë që në luftime ka patur 2948 ushtarë të vrarë dhe 1418 të plagosur. Sipas raportimeve të kohës, zvoglimi me ritme të shpejta i numrit të ushtarëve osman që mbronin Janinën për shkak të dezertimeve nuk krijonte mundësi kundërsulmesh përballë një ushtrie greke që nuk ishte shfaqur e pathyeshme. Veibeu urdhëroi që ushtarët shqiptar që arratiseshin të ekzekutoheshin ose të rriheshin me shkopinj me vendim të gjykatës së luftës. Megjithatë, këto masa nuk patën ndonjë dobi dhe dezertimet nuk u ndalën. Një zemërim i madh u ngjiz kundër shqiptarëve për shkak të dezertimeve dhe oficerët turq filluan të thoshin: "Është më mirë që Janina të mbetet grekëve se sa shqiptarëve, sepse të paktën grekët po derdhin gjak për të marrë Janinën." Megjithatë, kishte edhe njësi shqiptare që vazhduan të luftonin pa u arratisur deri në fund të luftës. Batalioni shqiptar Përmeti nën komandën e major Mehmet Ali Beut, Batalioni Fieri nën komandën e major Asim Beut dhe Batalioni shqiptar Janina ruajtën forcën e tyre të plot pa u arratisur. Me mbylljen e rrethimit grek të Janinës, situata për ushtrinë osmane përkeqësohet me shpejtësi. Lajmet se fshatarët e zonave përreth ishin bashkuar me grekët duke i ndihmuar me gjithçka, bëmat e banditëve grek por edhe ushtarëve të rregullt që nisën sulmin ndaj familjeve të pambrojtura muslimane, lajmet për dhunën dhe përdhunimet e femrave ishin të përditshme. Ndërkohë, mungesa e ushqimeve dhe sidomos dimri i ashpër e godasin në palc ushtarin osman. Ai bënte roje në llogorët e mbushura me ujë, me këmbë të fryra dhe gjysmë i uritur. Të tre spitalet provizor ishin të mbushur me ushtarë të sëmur nga tifoja dhe dizenteria. Nisën të raportoheshin edhe vdekje për shkak të ngrirjes nga të ftohtët. Ndërkohë, grekët pas marrjes së qytetit të Selanikut i shtuan forcat ushtarake për marrjen e Janinës. Ata akuzuan generalin Sapunzaqis për dështimet dhe pasi e shkarkuan, emëruan më 15 janar 1913 si komandant të ushtrisë greke të Epirit princin e kurorës Konstantinin. Njëkohësisht, forcat greke të rrethimit, të përbëra nga 4 divizione, njësi të pavarura dhe vullnetar, arritën në 67.000 njerëz. Më 30 janar 1913, pas sulmesh të shumta dhe të përgjakshme dhe humbjeve të mëdha për të dy palët, grekët tentojnë ta marrin qytetin me marrëveshje. Princi i kurorës Konstantin, me anë të një letre, i kërkoi Esad Pashës në emër të njerëzimit dhe qytetërimit dorëzimin e Janinës me qëllim që të kursehej gjaku i shumë heronjve dhe për të parandaluar shkatërimin e qytetit që do të ndodhte përpara sulmit vendimtar. Nëse forcat turke dorëzohen, ushtarëve do t'u lejohet të largohen nga qyteti me armët dhe pajisjet e tyre ushtarake, duke ruajtur të gjithë nderin dhe dinjitetin e tyre dhe të transferohen në një vend të përshtatshëm. Në të njëjtën kohë, feja, jeta dhe prona e muslimanëve do të respektohen. Humbja e Janinës nuk do të jetë arsye që shkëlqësia juaj Esad Pasha të jetë përgjegjës, sepse edhe perandoria osmane ka hequr dorë nga Janina. Arkivat e shtetit turk vërtetojnë se gjatë të njëjtës ditë, 30 janar 1913, Esad Pasha i ka kërkuar komandës së ushtrisë osmane të Perëndimit që të negociohet një armë pushim. Në të njëjtën letër, Esad Pasha shkruan se municionet kishin mbetur vetëm për një ditë luftime, se për topat kishte vetëm nga 12 predha, ndërsa për secilën pushk kishin mbetur nga 50 fishek. Në pamundësi për të lidhur me Stambollin, nga ku mund të vinte një urdhër i qartë, komanda e ushtrisë osmane të Perëndimit e refuzoi armëpushimin. Përgjigja që Esad Pasha u dërgoi grekëve ishte dinjitoze. Dorëzimi i Janinës mund të ndodhë vetëm përmes luftës. Unë do ta mbroj kështjellën derisa të jetë ekstremisht e nevojshme, derisa të mbetet plumbi i fundit dhe ushtari i fundit. Pavarësisht se sa të favorshme janë kushtet tuaja, unë jam i vendosur të mos e dorëzoj kështjellën pa luftë. Jam shumë i sigurt se njerëzimi dhe qytetërimi nuk do të më dënojnë mua, por përkundrazi, ata që shkaktuan këtë luftë të përgjakshme. Dokumentet e arkivës osmane tregojnë se grekët, edhe pse nuk pranuan një armëpushim zyrtar, kohën në vim pothuaj gjithë muajin shkurt 1913 e përdorën
për të grumbulluar forca dhe përgatitur një sulm vendimtar. Edhe për ushtrinë e tyre, dimri kishte qenë i ashpër dhe dizenteria dhe sëmundje të tjera i kishin lodhur ushtarët. Nga ana tjetër, osmanët përdorën periudhën pas sulme të rëndësishme greke për të grumbulluar municione dhe drithra. Për shkakun se rrethimi i Aninës asnjëherë nuk kishte qenë i plot, ata kishin mundësi të dërgonin skuadra ushtarësh në Shqipërinë e Jugut, por pushtimi i Sarandës nga grekët më 3 mars 1913 dhe përhapja e ushtrisë greke në Gjirokastër dhe Përmet e ndërlikoi situatën. Por më keq akoma, shqiptarët e thjesht për shkak të luftës ishin në prag të zisë së bukës dhe nuk mund të ofronin pothuaj asgjë. Ndërkohë në Stamboll kishin ndodhur zhvillime të rëndësishme politike. Më 11 shkurt 1913, kabineti i ri qeveritar njohu autonominë e Shqipërisë, një zhvillim që shqiptarëve nuk u pëlqeu, madje efekt tek qeveria e përkohshme e Vlorës nuk pati as emërimi i një shqiptari, Ahmet Izet Pashës, si zëvendës komandanti i përgjithshëm i ushtrisë osmane. Të përforcuar me 105 topa të kalibrit 150 mm, të cilët në këtë kohë konsideroheshin artilleri e rëndë, grekët nisën sulmin vendimtar për të marrë Janinën më 4 mars 1913. Zjarri i artillerisë nisi në orën 7 të mëngjesit dhe ishte aq intensiv sa kodrat rreth qytetit dukeshin si një vulkan. Gjatë gjithë ditës dhe pas një ndërprerje, grekët qelluan rreth 10.000 predha në drejtim të pozicioneve të ushtrisë osmane, duke shkatëruar një pjesë të madhe të fortifikimeve dhe transheve. Sulmi i përgjithshëm grek nisi në orët e para të mëngjesit të 5 marsit 1913 në të gjithë frontin dhe me mbështetjen e artillerisë së rëndë. Siç ishte planifikuar, forcat greke nisën një sulm në 3 drejtime. Moti i kthjellët dhe i ngrohtë ishte gjithashtu një avantazh për grekët. Më 5 mars, ndërsa dielli perëndonte, rezistenca 138 ditore e pozicionit të fortifikuar ishte drejt fundit. Forcat në Janin kishin zbrazur plumbat e tyre të fundit, kishin mbetur pa ushqim dhe të izoluar nga mjedisi përreth. Sulmi grek i 5 marsit goditi dhe theu të gjitha pikat mbrojtëse të ushtrisë osmane rreth qytetit të Janinës. Esat Pasha përmes plumbave u tërhoqi në brendësi të qytetit të Janinës bashkë me shtabin e tij, ndërsa vëllai i tij Vehib Beu nuk mundi, por arriti të futej në qytet natën përmes liçenit me ndihmën e një varke. Esat Pasha tani ishte i vetëdijshëm se fundi ishte afër. Prandaj në orën 2:30 të mëngjesit, ai u drejtua princit të kurorës greke Konstantinit dhe i ofroi të dorëzonte Janinën me kusht që ushtarët të tërhiqeshin lirisht. Princi i kurorës e hodhi poshtë këtë ofertë dhe kërkoi që qyteti të dorëzohej pa kushte. Vetëm oficerët mund të merrnin me vete shpatat dhe sendet e tyre. Pa një zgjidhje për fatin e ushtarëve dhe sidomos fatin e qindra të plagosurve, komandanti i korpusit Esat Pasha dhe komandanti i zonës së fortifikuar Vehib Beu vendosin të thrasin konsujt e huaj të atashuar në Janin. Në takim, konsullit rus, austriak, francez dhe rumun ju kërkua që të bënin ndërmjetësin me komandantin e ushtrisë e Epirit për të parandaluar gjakderdhjen dhe masakrat e panevojshme në qytet. Konsujt i dërguan një letër princit Konstantin dhe përgjigja mbërriti pozitive, por pa ndonjë realitet domethënës. Megjithatë, këta ushtarë, të cilët nuk ishin në gjendje të ecnin për shkak të urisë dhe dobësisë, u mblodhën në rrugë nga grekët dhe u sollën në Janin. Disa prej tyre u vranë dhe trupat e tyre u hodhën në kanalet në të 2 anët e rrugës kryesore. Bandat greke që hynë në Janin menjëherë pas forcave të rregullta dhe ata që u liruan nga burgu u vërsulën të grabisnin. Ata plaçkitën të gjithë qytetin, veçanërisht familjet e pasura muslimane. Pas dorëzimit të Janinës, ranë njëra pas tjetrës edhe 2 fortesat e mbetura, qyteza e Paramithis dhe Aidonati. Të mbetur pa municione, ushtarët osman u kacafytën me grekët duke përdorur bajonetat dhe më 8 mars 1913 garnizoni i tyre u tërhoq në drejtim të Vlorës. Ndërkohë, situata e trupave osmane në Janin ishte katastrofike. Rrugët e Janinës ishin mbushur me kufoma dhe turma të pashpresa që po vdisin nga uria. Atyre u shtuan edhe rreth 7.000 ushtarë të sëmur dhe të plagosur, të cilët nga frika e masakrës braktisën spitalet dhe dolën në rrugë.
Ismail Haki Ogdai, një ushtar dhe diplomat turk, ka shkruar këto rreshta në kujtimet e tij. Kur hym në qytetin e Aninës, u përballëm me një pamje të pabesueshme dhe të trishtueshme. Ushtarët turq fjalë për fjalë po zvarriteshin në tokë, duke gulçuar dhe duke bërtitur. Vdekja ishte e dukshme në sytë e këtyre njerëzve si skelete. Me frymarrjen e tyre të fundit, ata po kërkonin një cop bukë. Historiografia ka të dhëna të ndryshme për numrin e ushtarëve osman të kapur në Aninë. Shifrat të studiuesve europian shkojnë deri në 33.000 ushtarë osman të kapur në Aninë, ndërsa grekët e tejkalojnë këtë numër. Ndërkohë shifrat e burimeve osmane flasin për rreth 22.000. Të njëjtat burime thonë se grekët, me qëllim për të egzageruar suksesin e tyre, përfshin në llogaritje edhe forcat lokale të kapura rob në Konic, Leskovik edhe Përmet. Nga këndvështrimi strategjik, pavarësisht të rezultatit, vetë osmanët i kanë konsideruar të suksesshme mbrojtjen e Shkodrës, Janinës dhe Edirnes. Sipas kësaj logjike, mbrojtja e këtyre 3 qyteteve i dha perandorisë osmane mundësinë për të frenuar shtetet ballkanike në negociatat e paqes. Por sa kohë që këto qytete rezistonin, perandoria osmane mund të negocionte si e parabartë kushtet e paraqitura për paqen. Konkluzionet e ushtarakëve apo politikanëve osman të kohës, të përfshira në libër nga historiani Yüksel Nizamoglu, në asnjë rast nuk ngren dyshime për besnikrinë e 2 komandantëve që organizuan mbrojtjen e Aninës. Mahmud Muhtar Pasha, një ushtarak i cili më pas do të emërohej ministër i Marinës Osmane, e ka përshkruar humbjen e Aninës me këto radhë. Pak kohë më parë, një grusht ushtarë shtanët, të cilët e mbrojtën Janinën me një trimëri dhe guxim të denjë për turqizmën, u detyruan të binin së bashku me komandantët e tyre të guximshëm, Esat Pasha dhe Vehib Beu, pas një rezistence të furishme prej muaj të tërë, kundër një armiku 7 ose 8 herë më të fortë për shkak të sëmundjeve, urisë dhe mungesës së municioneve. Ndërsa Ismail Haki Ogdai e përshkruan rolin e Vehib Beut në mbrojtjen e Aninës me epitetet më të zgjedhura. Vendosmëria dhe vullneti i Vehib Pashës ishin si hekuri. Sytë e tij ishin plot forcë dhe pushtet. Nga njëra ana ai drejtonte luftën në kështjell dhe nga ana tjetër qytetin në Janin. Ai e ringriti nga hiçi kështjellën e fortifikuar. Në qytetin që sulmohej nga armiku dhe kishte brenda një popullsi armiqësore, Vehib Beu e ruajti paqen dhe rendin me dorë të hekurt. Askush nuk mund të dilte në qytet pas orës 8 të mbrëmjes. Ata që vepronin ndryshe akuzoheshin për shkelje të ligjeve ushtarake. Rebelët dhe plaçkitësit u rrahën me shkopinj ose u ekzekutuan. Po kështu, Guy Chantepler, shkrimtare dhe njëkohësisht gruaja e konsullit francez të Janinës, ka lënë këto përshtypje për Vehib Pashën. Ajo e konsideronte Vehib Beun si më të largët dhe më pak europian se sa Esat Pashën, si një person të aftë për të bërë gjëra të mëdha. Chantepler shkruan se thuhej që Vehib Beu kishte gërmuar varrin e tij në oborin e kështjellës së vjetër në krah të varrit të Ali Pashte Pelenës dhe se ai kishte plan ta diqte dhe të mos e dorëzonte qytetin. Vehib Beu i tha gjithashtu Chantepler se rezistenca do të vazhdonte derisa të qelloi predha e fundit e obuzit dhe të sakrifikohej ushtari i fundit. Në fund të punimit, historiani turk, një pjesë të madhe të fajit për marrjen e Janinës, ja faturon dezertimeve të ushtarëve shqiptar. Sipas tij, shumica e forcave që mbronin Janinën ishin nga populli i Shqipërisë Jugore. Për shkak të lajmeve dhe realitetit të një Shqipërie të pavarur, ata dezertuan grupe e grupe, duke bërë që linja mbrojtëse të shembej dhe në fund mbrojtja e Janinës t'i lihej ushtarëve të Anadollit. Ndërkohë, fuqitë e mëdha, përkundër vendimit për fatin e Shkodrës së rrethuar nga malazezët, që thoshte se do i kalonte shtetit shqiptar, nuk kishin marrë ndonjë vendim për Janinën. Dhe, sa duket, vendimin për Janinën ata ja kishin lënë forcës së armëve. Pikërisht në këtë pikë, përgjegjësia me të drejtë u shkon shqiptarëve dhe sidomos të zgjedhurve apo drejtuesve të tyre. Ata ose nuk e kuptuan që korpusin osman në Janin duhej ta mbështesnin me të gjitha forcat, ose nuk kishin asnjë mundësi për të ofruar ndihmë. Përfundimisht mund të thuhet se gjatë luftës së parë ballkanike, Janina
ish kryeqyteti i Shqipërisë me popullsi heterogjene, por me dominancë shqiptarësh, ra në duart të grekëve pas luftimesh që zgjatën deri në pikën e fundit të rezistencës. Janina nuk u dhurua, nuk u shit, e as nuk humbi si pasojë ndonjë marrëveshjeje politike. Janina thjesht u fitua nga grekët, një popull që me ndihmën e vendeve të zhvilluara të Europës, në këtë kohë përbënte një shoqëri më të organizuar dhe më të përgjegjshme.